A e dini se ka shumë forma komunikimi? Dhe se pranimi I këtij fakti mund të vinë ndihmë tek personat me autizëm. Shpeshherë për personat neurotipik, komunikimi kufizohet vetëm në fjalë apo fjali. Por në realitet, komunikimi është shumë më tepër se sa thjesht fjalë ose fjali. Kur prindrit ose profesionistët janë të hapur për të pranuar më tepër se sa një formë komunikimi, kjo shpesh vjen në ndihmë tek fëmijët me autizëm që kanë shumë pak fjalë ose asnjë fjalë. Fëmijët mund të mësojnë të komunikojnë nëpërmjet shenjave të duarve, nëpërmjet lëvizjeve të trupit. Shpeshherë fëmijët me autizëm mund të komunikojnë edhe thjesht përmes shikimit, ose përmes teknologjisë ndihmëse, si për shembull përmes tabletave të komunikimit alternativ. Këto forma të tjera komunikimi mund të sjellin progres dhe autonomi ose pavarësi në jetën e fëmijëve me autizëm. Cili është specialisti më I mirë që mund t'i vijë më tepër në ndihmë fëmijës tim me autizëm? Kjo është një pyetje që bëhet shpesh, dhe mbase përgjigjja që prisni të dëgjoni është logopedi ose psikologu. Por realiteti është që prindi është specialisti më I mirë që mund t'i vijë më tepër në ndihmë fëmijës me autizëm. A I keni vënë re se si shpesh, kur fëmijët janë të vegjël dhe flasin, janë prindrit ata që dinë si t'i përkthejnë. Prindrit dinë gjuhën e fëmijëve të tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me prindrit e fëmijëve me autizëm. Ata kalojnë kohën më të madhe me fëmijët e tyre dhe janë personat që I njohin më mirë se çdo kush tjetër. Dhe është kaq e rëndësishme që gjithmonë të kemi një bashkëpunim mes prindërve dhe specialistëve që punojnë me fëmijët me autizëm. Pasi, informacioni që ne marrim përmes prindërve është informacioni më I çmuar. A mund të punësohen një ditë fëmijët që kanë autizëm, sindromën Down ose një vështirësi tjetër fizike apo mendore? Ndër vite në Shqipëri, përgjigjja e kësaj pyetjeje ka qenë jo. Por, në vitet e fundit, veçanërisht në kryeqytetin ton, nëpërmjet ndihmës së organizatave të ndryshme, e kemi parë këtë dëshirë të bëhet realitet për shumë prindër. Edhe pse akoma nuk jemi atje ku duam dhe stigmat shoqërore vazhdojnë të ekzistojnë, nëse ne edukojmë brezat e rinj dhe themi që aftësitë të kufizuara nuk nënkupton mungesë aftësish, atëherë ne do të mund që të ndihmojmë këtë komunitet dhe do të fillojmë të shohim progres. Le të bëhemi zëri I atyre që nuk kanë zë, që të mbyllim çdo ditë më tepër këtë hendek midis shoqërisë shqiptare dhe personave me aftësi ndryshe.